në këtë program, por që duke qenë live po e transmetojmë për shikuesit që na shohin. Në fakt është gazeta Sinjali, e cila raporton për një incident të pazakont që ka ndodhur sot në Skënderaj gjatë vizitës së kryeministrit Albin Kurti, i cili kishte shkuar për të marrë pjesë në përurimin e një qerdheje në komunë. Burime të sigurta Sinjalit brenda institucioneve lokale konfirmojnë se lëvizjes së eskortës së kryeministrit, automjetit e saj janë qelluar me vezë nga persona ende të pa identifikuar. Mund ta bëni një koment e lezi po dashët, nëse jo, natyrisht nuk lidhej me ngjarjen dhe me temën që kishim paracaktuar. Është shumë e rëndësishme që qytetarët e Blikut Kosovës mos përdorin mjete dhunë apo dhunë kundrejt përfaqësuesve të institucionit Blikut Kosovës, përfshin këtë rast të Edhe nëse ata kishin bërë të kaluar me vezë me ngjyrë. Nëse goditja me vezë me ngjyrë nuk është fakt ka ndodhur në të kaluar, nuk është kodër të mjeteve apo mund të themi veprimeve të dhunshme, ligji ka konsideruar si lloj proteste dhe në këtë rast nuk shohim ndonjë element të rrezikimit të eskortës kryeministit apo vetë kryeministit. Dhe zotëri Lezi, jemi duke shkuar drejt fundit të kësaj interviste, besoj jona, por na intereson të dimë edhe një gjë, zotëri Lezi. Duke marrë parasysh se Lavrov e përmendi Kosovën dhe e përmendi luftën. A jep dikuj kjo kurajo që të ndërmerr diçka? Është një farë lloj thirrje për zgjim? Pikërisht, këto lloj shprehje në komunikim me publikun, konsumimin publik që bën, janë për të nxitur qytetarët e një vendi të caktuar për të ngritur adrenalinën, për të motivuar mbështetësit e saj apo tyre me qëllimin e vetëm për t'i angazhuar më pas në aktivitete të ndryshme, në rastin konkret kur përmendet lufta dhe kur përmendet çështjet që kanë bëjnë sipas